Sot do të flas për shenjat e horoskopit, të cilat besojnë ende te dashuria edhe pse janë lënduar fort prej saj. Shenja e parë është gaforja. Ju gafore keni një zemër që është praktikisht plot me dashuri, kujdeseni thellësisht për njerëzit që doni dhe kjo përkujdesja juaj ju bën kaq të veçantë, por gjithashtu ju bën që të tërhiqni apo të bini në dashuri në fakt me personin e gabuar, her pas here, sepse tërhiqni persona të cilët kanë shumë nevojë për atë dashurinë tuaj. Por kjo do të thotë edhe që përfundoni me persona të cilët marrin më shumë se sa japin, dhe ju jeni persona të cilët mendoni se dashuria mund të shërojë edhe plagët më të thella, prandaj jeni i gatshëm që të qëndroni pranë një personi duke shpresuar që të ndryshojë, por mund të zhgënjeheni kur shikoni se personi që keni në krah nuk është aq i rritur shpirtërisht dhe emocionalisht njësoj si ju, dhe ndoshta nuk ka të dëshirën dhe vullnetin për të ndryshuar. Megjithatë, pavarësisht kësaj dhimbjes që mund të t'ju shkaktohet, ju i përmbaheni bindjes se ja vlen që të rrezikoni për dashurinë dhe se një ditë dikush do e meritojë atë dashurinë që ju i jepni pa kushte. Shenja e dytë është peshorja. Peshore, ju jetoni për dashurinë, jeni shenja që sundojeni nga Venusi, kështu që dashuria është ajo që bën jetën që të ndihet e plot për ju. Jeni romantik të vërtet në zemër, gjithmonë ndrojeni për një dashuri harmonike të përsosur, plot bukuri, por kjo pikpamje idealiste dashurisë ndonjëherë mund t'ju çojë që të bini në dashuri me njerëz që nuk i përmbushin ëndrat tuaja. Jeni një person që natyrshëm u pëlqeni njerëzve dhe urreni konfliktin, dhe kjo do thotë që jeni shpesh të gatshëm që të anashkaloni ato sinjalet paralajmëruese vetëm për të ruajtur paqen edhe për të ruajtur atë imazhin ëndërrimtar të një marrëdhënie të përsosur në kokën tuaj. Madje mund ta bini veten her pas here që mund ta ndryshoni partnerin, ashtu sikurse edhe gaforja. Por kur e kuptoni që ai partner nuk mund të bëhet si ai imazhi që ju keni krijuar në kokën tuaj, imazhi i përsosur, edhe zhgënjeheni disi. Por nuk e humbisni kurrë atë shpresën dhe besoni në fuqinë e dashurisë dhe jeni gatshëm që të provoni përsëri edhe të njihni njerëz të tjerë, duke që të bindur se personi tjetër që u takoni mund të jetë ai i duhuri. Shenja tjetër është shenja e peshqve. Nuk mund t'i shpëtonte kësaj liste shenja e peshqve që është botën përmes syzeve roz. Ju peshqit jeni ndërrimtar, këtë kemi thënë edhe stërthën, që imagjinoni gjithmonë një dashuri, një marrëdhënie që del nga një prallë, si të thuash, apo është si një prallë dhe jeni thellësisht empatike dhe të ndjeshëm, dhe kjo gjë ju bën që të tërhiqni njerëz të cilët janë pak të thyer, nëse mund ta them në thonjse, të thyer nga jeta, njerëz që mund të vinë nga një familje e prishur, si të thuash, për shembull njerëz që mund të vinë nga një familje ku prindrit nuk kanë qenë stabil me njëri tjetrin, apo njerëz që vuajnë nga adiksione. Me thënë, këta lloj njerëzish të dobët tërhiqni. Ose mund të bini në dashuri në fakt me njerëz që nuk janë të aftë që t'japin dashurinë ashtu sikurse e jepni ju, por jeni të përshëndruar në atë potencialin e asaj që mund të jetë marrëdhënia, asaj që e harroni realitetin dhe harroni se çfarë është kjo marrëdhënie realisht dhe kush është ky personi që keni ju në krah, dhe kapeni shpesh tek fantazia duke besuar se ajo dashuria do të pushtojë gjithçka edhe kur marrëdhënia qartësisht nuk funksionon. Por pavarësisht se lëndoheni, që ju lëndoheni her pas here në fakt, nuk e lëshoni kur atë idenë se dashuria vërtet do të trokas një ditë në derën tuaj, apo do të lind ajo pralla juaj që dëshironi. Dhe vazhdoni të besoni se do të gjeni dikë që përputhet me intensitetin tuaj edhe do ju doj po aq thellësisht sa doni edhe ju. Dhe shenja e katërt dhe e fundit është shigjetari.
do thoni ju ç'ne shoqëtarin e këtë listë. Po ja që është, sepse shoqëtarët janë vazhdimisht në kërkim të aventurës. Dhe kjo përfshin edhe dashurinë. Aventura e radhës mund të jetë edhe dashuria. Juve që jeni të shenjë si shoqëtarët ju pëlqejnë njerëzit që janë emocionues, janë të paparashikueshëm dhe ndoshta pak të rrezikshëm, dhe keni dëshirë për këto emocionet dhe përvojat e reja, dhe kjo ju bën që të bini në dashuri me njerëz të cilët nuk janë pikërisht për ju. Ju jeni optimist në zemër dhe shikoni gjithmonë më të mirën tek njerëzit, edhe kur ata nuk e meritojnë këtë të mirë, dhe besoni se gjithmonë ka një anë të mirë ky personi, dhe jeni të gatshëm që ta anashkaloni të metat e tyre për të fokusuar drejt të mirave, apo ato që ju mendoni se janë të mira, me shpresën që edhe do të ndryshojnë. Dhe kjo gjë do të thotë që të përfundoni me dikë që nuk dan të njëjtin vizion si ju për të ardhmen. Por pavarësisht këtyre uljeve dhe ngritjeve, ju nuk e humni kur besimin në dashuri, jeni gjithmonë të gatshëm që të riktheheni, të bindur se personi tjetër që mund të takoni mund të jetë i duri dhe perfekti për ju.